Pyetja e dytë që ti ke bërë është ku janë artistët që i sponsorizonte Veliaj? Shikoj, Rion Veliaj ishte një punë mbaruar, kështu quajt nga disa artistë. Kujt i referohesh? I referohem zonjës Miss Shqipërisë, kam përshtypjen një kohë më parshme, zonja Selim Llari, Valbona Selim Llari, apo Eli Fara, apo artistë tjerë, të cilët kishin veneracion për Rion Veliajin. Po të kesh veneracion për një personazh tillë, mu më dukej shumë qesharake. Dhe këtu e tregoj fytyrën e vërtet dhe elita shqiptare që vinte nga arti, po jo arti vërtet, jo arti që ti do kesh më vonë, besoj unë, që i referoj me gjithë respekt, gjithë shqiptarët, por një art alla Noizi dhe alla disa artistë të cilët ishin në botën e TikTokut, deri në këto nivele, që ky e përdorin në mënyrë malinje për të fitu vota, sepse politikani i ndan njerëzit në vegla dhe armiq. Këto i kishte si vegla. Ata nuk ja kthyen mbështetje? Sipas mendimit tënd? Po, ja kthyen në një moment caktuar kur organizuan një protestë para Spakut, por që nga një moment e tutje u larguan.